jam kurioze për ushtrinë. Si e shikoni ju brezin e ri tani? Janë pas të mirë dhe të fortë, gati të mbrojtur? Këta djem janë shumë të mirë, por do të thosha që do një trajtim më të mirë. Unë me këtë me këtë gjendje që kam të kësaj moshe, them që këta djem që bëjnë sakrifica që shkojnë nga vendi i tyre këtu, shkojnë deri për patrullim në Egje. Kjo anije ka shkuar gjë në Egje, ata në çdo vend të botës, dhe shikoj që nuk shikohet me ato 5 lekë se mbrapa ka dhe familje. Ka edhe familje, ka edhe njerëz. Dhe në këto kushte, ushtaraku duhet suportuar. Ju lutem që nga Zoti Rama dhe deri tek ministri i mbrojtjes Spiro Vëngu, duhet ta shikojnë ushtrinë me syrin e nënës. Ky është mendimi im. Nëse ka, do shikohet me syrin e nënës, këta djem do të bëjnë jo këto sakrifica, por ta do të bëjnë të pamundurën për këtë lloj vendi. Duheni këtë vend ta duan në radhë të parë ta duan që nga qeveria, se këtë vend nuk e do që andej nuk duhet, se po ta duan, do t'i shikojnë me syrin e nënës. Këtë mundet ma marrin keq, se pjesa më e madhe që andej nga lart më njohin edhe e din, unë u them që ushtrinë shikojnë me syrin e nënës. Dyri Sandoni, kryetari i shoqatës së ushtarakëve në lirim dhe rezervë Vlorë, njëkohësisht dhe kryetari i shoqatës vetarisë dhe antari i shoqatës vetarisë Vlorë. Tani sot me ide që kemi neve, për të dhënë një intervistë më të qartë, ne jemi për 101 vjetor në shtërimin Sazani. Realisht, atë të themi ne që brezi që e kishim të shliruar, e ketëm të shliruar, ne flasim sipas idesë historiane, flasim vetë. Po njëkohësisht dhe si trashëgimtar të baballarëve tanë që morën pjesë në shtërimin e saj. Unë jam një nga ata që i madh ka qenë pjesë në shtërimin Sazani. Nuk pati luftim. Sazani unë di që ka qenë, sipas Timeti ka qenë i abandonuar sipas asaj që Italia e humbi luftën dhe erdhën dhe u futën në Sazan. Që nga momenti që ushtari shqiptar, shteti shqiptar kishte vendosur ushtrinë e tij me 10, 15, 20 veta në Sazan, kjo e pjesë e territorit të Shqipërisë. Pavarësisht se de facto u bën në 47 në shkurt, 47-ës konferencë e paqes e vlerësoi që Sazani është pjesa e territoriale e Shqipërisë për aktivitetin që shteti jonë bëri në luftën e dytë botërore kundër nazifashizmit. Ky ishte një nga sukseset më të mëdha. Realisht Sazani ka qenë pjesë e shumë perandorive dhe shteteve tjera, po në këtë rast përfundimisht kaloi në posedimin e Republikës së Shqipërisë. Pra ajo që tha Ismail Qemali Sazani ka bërë një avatanët e mia, de facto u bën tona dhe s'kish më